Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Edhe sot, me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, do të vazhdojmë të hatim dritë në diskutimin që pati Firauni me një nga të afërmit e tij, i cili kishte pranuar Islamin, por e mbante të fshehtë besimin, deri kur u cënua jeta e pejgamberit Allahu subhanahu wa taala aso kohë, derisa u cënua jeta e Musait alayhi salatu wassalam. Në ato momente, siç e kemi përmendur në bisedat e kaluara, ky burr u ngrit në mezhlisin e Firaunit dhe përveç se shfaqi besimin, i doli në mbrojtje të dërguarit Allahut subhanahu wa taala. Në vazhdim të bisedës së tij, Allahu subhanahu wa taala urdhëron edhe thot në surën Ghafir se ky burr i mirë, ky besimtar i drejtë, ju drejtua për të fundit herë të pranishmëve në tubimin në mezhlisin e Firaunit, duke thënë: Ja qaumi, ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. O populli im, si është e mundur që unë ju thras drejt shpëtimit, ndërsa ju më thritni drejt dënimit, drejt zjarrit, dënimit Allahu subhanahu wa ta'ala. Tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm, wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar. Ju më thirrni ta mohoj Allahun, krijuesin e gjithësisë, dhe t'i bëj shok atij të barabartë në adhurim, të bëj zota të tjerë të ngjashëm me të, ndërkohë që për ta unë nuk kam kurrë argumenti, ndërsa unë ju thras për tek Allahu, i cili është ngadhnjyes dhe falës i madh. La jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi ad-dunya wala fi al-akhirah, wa anna maraddana ila Allah, wa anna al-musrifina hum ashabu an-nar. Nuk ka dyshim se lutja drejtuar njerëzve, duke konsideruar si hyni, apo lutja drejtuar idhujve, nuk ka kurrë dobije. Këto zotë të rëm nuk meritojnë që ti lutesh, pasi nuk sjellin dobi as në dynja edhe as në ahiret. O anna maraddana ila Allah, edhe përfundimi i jon i gjithëve do të jetë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. O anna al-musrifina hum ashabu an-nar, ndërkohë që ata cilët e kanë tepruar me të liga do të jenë prej banorëve të zjarrit. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. I drejtohet duke thënë, do të vi koha kur do t'i përkujtoni fjalët e mia, do ta përkujtoni këtë që ju thash, ndërsa unë çështjen time i dorëzoj Allahut subhanahu wa taala, pasi Allahu është mbikëqyrës dhe i ndihmon robërit e tij. Në vazhdim, Allahu i lartësuar urdhëron thot: "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab." Edhe me të vërtetë Allahu e mbrojti nga kurthi të cilin e thurën i thartë e Firaunit për të, dhe në anën tjetër i thartë e Firaunit, pasuesit e Firaunit, i kaploi dënimi poshtrues. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Zjarri do t'i paraqiten, zjarri do t'u paraqitet çdo mëngjes edhe në mbrëmje në barzah, në jetën e varrit. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab, ndërsa në ditën kur do të bëhet kiameti, do të urdhërohen melekët që t'i marrin i thartë i Firaunit edhe t'i hedhin në dënimin e ashpër, në dënimin poshtrues. Çfarë përfitojmë për këtyre ajeteve kuranore? Së pari, faktin se kur besimi, kur imani ngul rrënjën të thella në gjokset e njerëzve, i mbush zemrat e tyre me trimëri. Kështu, ky burr i mirë, ky besimtar, kur pa se po cënohej jeta e të dërguarit Allahut Musait alayhi salatu wassalam, u ngrit dhe me trimëri ja tërhoqi vërejtjen Firaunit dhe i tharëve të tij. U ngrit
edhe e shfaqi besimin e tij me trimëri. Kur imani hyn në gjokse, kur imani i vërtet i ndriçon zemrat, atëherë zemra mbushet me trimëri. Transmetohet për njërin nga dietarët e mëdhej të selefit, El-Izz Abdus Salam. El-Izz Abdus Salam. Ky burr ishte prej kullatëve, ishte prej dietarëve dhe gjykatësve në Egjipt. Transmetohet se një herë ky burr hyrë në mezhlisin e sultanit të Egjiptit edhe filloi ta çortonte. Jo vetëm që e çortonte, por se nuk e thirrte me titull, siç e kishin zakon banorët e asaj zone, siç e kishin zakon nën shtetasit e Egjiptit, por se i u drejtua me emër. E thirrën në emrin e tij, madje e çortoi me të madhe duke ia ngritur zërin në mezhlis, në mesin e princëve. Interesant është fakti se ky burr, sultani, i pranoi fjalët e El-Izz Abdus Salamit. Madje e nderoi këtë dietar, edhe kur doli jashtë ky dietar, të çuditur nxënësit e pyeten: "O mësues, o zotëri, po nuk pate frikë që u drejtove sultanit me ato fjalë? A nuk pate frikë ti drejtoheshe sultanit në emër? Çfarë të shtyu ta bëj diçka të tillë?" Ky burr buzëqeshje i tha: "Kam vënë re se sultani e mbante veten me të madh, prandaj desha t'ja ul hunden, masi mendjemallësia do ta shpijinte në shkatërrim. Dhe shpresoj që diçka të tillë ta kem bërë. Për më tepër, sa herë që mendoja për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, më dukej sultani si kutele e vogël, prandaj nuk ja kisha frikën as pak." Kur imani hyn në gjokse, kur imani depërton thellë në zemra, i mbush ata me trimëri. I tillë ishte edhe ky burr, i cili u ngrit në mesin e mezhlisit të Firaunit dhe e çortoi Firaunin dhe të pranishmit. Ndër dobi që përfitojmë prej këtyre ajeteve kuranore është se ai i cili i thret njerëzit për nga idhujtaria, i thret ata drejt zjarrit, i thret ata drejt shkatërimit. Këtë e kuptojmë nga fjalët e këtij burrit ult kur i drejtohet pranishmeve duke thënë: "Unë ju thras drejt shpëtimit, ndërsa ju më thritni drejt dënimit, drejt zjarrit Allahut subhanahu wa taala." Edhe me të vërtet, ai i cili adhuron të tjerë poshtë Allahut subhanahu wa taala dhe i nxit të tjerë të adhurojnë zotë të rrem përposhtë zotit të gjithësisë, i shtyn ata drejt dënimit Allahut subhanahu wa taala. Njerëz të tillë nëse vdesin pa u penduar, bëhen prej banorëve të xhehenamit, bëhen prej banorëve të zjarrit, prej të cilët nuk dalin asnjëherë. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famlar se Zoti i lartë madhërisht mund t'i falit gjitha gjunahet me përjashtim të shirkut. Allahu azza wa jall shirkun nuk e fal asnjëherë. Allahu i lartësuar na tregon se ata persona të cilët i bëjnë shirk Zotit, ata persona të cilët adhurojnë tjerë poshtë Allahut ose adhurojnë të tjerë në vend të Allahut të lartësuar, nuk do të hyjnë asnjëherë në xhennet. Allahu i lartësuar urdhëron dhe thot në Kur'an në surën Al-Ma'idah: "Wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kush adhuron tjerë poshtë Allahut subhanahu wa taala ose kush adhuron tjerë në vend të Allahut, do t'i bëhet e pamundur hyrja në xhennet. Asnjëherë nuk do të hyjë në xhennet. Vend banimi i tij, vend strahimi i tij do të jetë zjarri për gjithmonë. Edhe me të vërtetë zjarri është vend banimi i zullumçarëve. Atje nuk do të kenë kurrë ndihmësi që t'i ndihmojë. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famlar: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allahu nuk fal që t'i bëhet shirk atij, të adhurohen tjerë poshtë tij apo të adhurohen tjerë në vend të tij. Edhe përveç kësaj, Allahu ja fal atij që dëshiron. "Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ai i cili i bën shirk Allahut ka humbur shumë larg.
Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Me të vërtet ai I cili I bën shirk Allahut Azza wa Jall, ai I cili konsideron të tjerë të barabartë me Allahun apo të ngjashëm me Allahun, ka shpifur një gënjeshtër të madhe. Ndër dobit që përfitojmë prej këtij fragmenti kuranor është edhe fakti se lutja drejtuar dikujt tjetër poshtë madhit Zot është e pa vlerë, është e kuc. Këtë e kuptojmë nga fjalët e këtij burrit urtë, këtij besimtari I cili e mbante të fshehtë besimin kur I drejtohet pranishëve duke I thënë se ajo që I luteni ju, që ishte Firauni edhe idhujt e Egjiptit, nuk kanë kur far vlerë, nuk mund sjellin dobi as në dynja edhe as në ahiret. Për më tepër kush I lutet idhujve, kush I lutet njerëzve në ato gjëra të cilët nuk mund të kryejë punën përveç se I madhi Zot, konsiderohet se ka bërë shirk Allahut Azza wa Jall, ka bërë tjerë të barabartë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe Zoti I lartësuar thot në Kur'anin famlar: "Wa man adallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." A ka më të humbur se ata njerëz të cilët lutin tjerë poshtë Allahut Azza wa Jall, lutin idhuj, lutin njerëz të vdekur ose edhe të gjallë, të cilët nuk mund t'i kryejnë punën, të cilët I lutin për punë të cilat I kryen vetëm Allahu Azza wa Jall, vetëm Allahu mund t'i realizojë. Ku ka më të humbur se këta njerëz? Ku ka më të humbur se sa këta njerëz të cilët lutin tjerë poshtë Allahut të lartësuar? Adhurojnë tjerë poshtë Allahut të lartësuar, ndërkohë që ato të cilët I luten idhujt nuk I dëgjojnë, janë të pa, nuk I dëgjojnë, as nuk I shohin, edhe as nuk mund të sjellin kurrë dëmi dhe dobije as në dynja edhe as në ahiret. Ndërkohë që Allahu I lartësuar thot përsëri në Kur'anin famlar: "Wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi." Nëse Allahu Azza wa Jall dëshiron të të godasë me ndonjë të keqe, atëherë askush nuk mund ta largojë përveç tij. Dhe nëse Allahu dëshiron të të durojë ndonjë të mirë, askush nuk mund ta pengojë të mirën e Zotit. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Kush tjetër poshtë Allahut Azza wa Jall I përgjigjet nevojtarit në momentet e vështirësisë, duke e larguar të keqen dhe duke e bërë më këmbës në tokë. A ka të adhuruar poshtë Allahut? Normalisht nuk ka. Prandaj lutja e adhurimit nuk lejohet të drejtohet askujt tjetër poshtë Allahut subhanahu wa ta'ala, pasi nëse bëhet, diçka e tillë konsiderohet shirk. Profeti alayhi salatu wasalam ka treguar se lutja është thelbi, është palca e ibadetit, ad-du'a'u mukhul ibada. Lutja është palca e ibadetit. Prandaj muslimani nuk I lutet askujt tjetër poshtë Allahut të lartësuar, për ato gjëra të cilat I ka ndorë vetëm Allahu I lartësuar. Për shembull, për dhurimin e pasardhësve, për shtimin e rrezikut, për largimin e smundjeve. Bëra tjetër, për çështje tjera të kësaj bote, të cilat dikush mund të ndihmojë, muslimani lejohet I lutet. Gjithmonë duke qenë I bindur se ky person, të cilit po I lutet, nuk është tjetër vetëse një shkak, por se ndihmëtari I vërtet është Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam I drejtohej shokëve të tij duke thënë: "Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah." Kur të kërkosh, kërko nga Allahu, dhe kur të lutesh për ndihmë, lutju Allahu subhanahu wa ta'ala. Në vazhdim prej dobive që përfitojmë prej këtyre ajeteve kuranore është se Allahu I lartësuar I ndihmon besimtarët në momentet e vështirësisë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru." Allahu Azza wa Jall e ndihmoi këtë burr nga kurthat që I kurdisën. Në fakt, se si e ndihmon Allahu I lartësuar nuk e dim. Të paktën unë nuk kam gjetë në librat e tefsirit diçka të tillë, ndonjë transmetim se si Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndihmuar këtë burr, por se na mjafton fjala e Zotit se Allahu e ka ndihmuar dhe e ka ruajtur nga kurthet që thuri për të Firauni dhe paria e tij. Ndër dobit që përfitojmë prej këtij fragmenti kuranor është fakti se dënimi I varrit
dënimi i berzahut është i vërtetë. Kanë ardhur hadithe të vërteta të transmetuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe ky ajet kuranor na bën me dije se dënimi i berzahut, dënimi i varrit është i vërtetë. Këtë përfitojmë nga fjala e Allahut subhanahu wa taala për i thartë e Firaunit. Thot Allahu i lartësuar në surën Mu'min, siç përmend në surën Ghafir, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Ato i thartë e Firaunit do t'i paraqiten, zjarri do t'u shfaqet atyre në mëngjes edhe në mbrëmje, për sa kohë që shndrojnë në varr. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Ndërsa në ditën e Kiametit, kur të vinë Kiameti, do t'u thuhet melekëve, futini i thartë e Firaunit në dënimin e zjarrit, dënimin poshtrues. Normalisht këtë ajet kuranor e harmonizojmë edhe e gërshetojmë me hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili dëshmon se jo besimtari trazohet, jo besimtari dënohet në varrin e tij. I hapën një dritare prej së cilës e sheh vendin e tij në xhehenem, prej së cilës e sheh vendin në të cilën do të hudhet në xhehenem kur bëhet dita e Kiametit. Një dritare e cila lejon të depërtojë në brendësitë e varrit në nxehtësia e llahtarshme e xhehenemit. Nga ana tjetër, besimtarit Allahu subhanahu wa taala urdhon t'i hapet një dritare prej së cilës ai e sheh vendin e tij në xhennet, vendin ku do të futet kur të hyjë në xhennet. Një dritare prej së cilës hyn aroma e këndshme, hyn fladi i xhennetit. Elus Allahu subhanahu wa taala të bëjë të dobishme këtë që thamë deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.